Dhe ja ku jemi sërish në MAM, përpara se të fillojmë për të prezantuar të ftuar në radhës, unë dua t'ju kujtoj që mbështetësit e këtij emisioni, që është Lajthiza dhe Dino Rios, që janë çdo javë me ne dhe i falenderoj pafund, por gjithashtu dua t'ju falenderoj dhe juve që na ndiqni çdo javë dhe jeni shikues të MAM. Do doja shumë që të shtoheshit në numër sa i përket atyre që bëjnë subscribe në kanalin e MAM, sepse sa më shumë të kemi të tillë, aq më shumë na mësoni për t'u përmirësuar dhe me shumë dëshirë do lexojmë edhe do marrim në konsiderat secilin prej komenteve tuaja, kështu që mos kuroni të bëni subscribe në MAM për të marrë të gjitha njoftimet për emisionet e reja dhe shortset e reja. Mrrim spital, nuk vënojmë 10 minuta dhe ne na përmyset tonë bota, domethënë. Zemrona. Ato e dishin që ka marru gjithçka, po për shkak shtatzanisë teme, pritën deri kur vjen bashorti dhe ajo shpresa, ai sekonde që ti vazhdon me shpresën që se më thoshin u kthy. Përfunduan me dhënë 1% shpresë për jetën e Irinit. Dhe nuk e dishin se çfarë po ndodh, nuk e kuptoshin se nga ato orë thjesht zemra ishte zmallu. Ka nëna që nuk të mësojnë vetëm për prindërimin, po për jetën. Sot, në këtë episod të MAM, do të flasim për humbjen, për një nënë e cila ka humbur shumë kohët e fundit, por që mbi të gjitha zgjedh dashurinë. Sot, në MAM, do të kemi mami Imeldën, e cila është mami e Irinit, ëngjëllit të saj Omerit, edhe vajzës së vogël Melit. Ajo do të ndaj me ne një histori e cila ka prekur të gjithë Shqipërinë, në fakt, të gjithë pyesnin për historinë e tyre, por përveç kësaj, solli një libër shumë të bukur, një libër të dalë nga dashuria, Omeri dhe misioni i tij i dashurisë. Kam kënaqësinë që sot në MAM të kem mamin e 3 fëmijëve të bukur, mami Imeldën. Faleminderit që je sot në MAM. Është kënaqësi shumë e madhe të kem. Ne kemi folur së bashku kur ti botove librin, të cilin ne kemi në tavolinë dhe ja si do keni kënaqësinë të gjithë ta keni dhe ta takoni mami Imeldën në panairin e librit, dhe është një nga botimet Pegi. Unë zakonisht nuk bëj reklama librash kur s'kam mami, por sot kam fatin të kem mamin që e ka krijuar këtë libër. Do të flasim shumë sot, do të flasim për historinë tënde, për humbjen tënde. Ashtu si kundër thash në fillim do të flasim mbi të gjitha për dashurinë. Dhe unë shpeshherë do të lexoj citimet e tua, të cilat mi ke dërguar, dhe kështu dua ta nis në fakt ditën e sotme, Imelda. Është diçka që ti më ke thënë, dhimbjen time do e drejtoj unë, jo spitali, jo opinioni. Si lindi kjo forcë kaq e madhe brenda teje në një moment kaq të rëndë? Dhe këtu gjejmë rastin që të flasim pak më tepër për çfarë ndodhi. Them drejtën, s'ka ditë që nuk e përsërisim çanolli, si nolli, pse na nolli. Edhe realisht sot nuk kena një përgjigje se çanolli me të vërtet. Thjesht u nis me një virus tinet normale në atë kohë që ishte në shkurt, dhe pak të vjellta, asi gjo më shumë, nisën në spitali ishte plot me të njëjtat simptoma, me të njëjtat fëmijë, domethënë, edhe në u duk gjithçka normale, si virozat e tjera që kena kalu, sepse kalojmë gjithmonë kur ke fëmijë s'ke pa kalu. Sidomos kur janë 2 e 3 në shtëpi, gjithmonë kalohen më shumë. Pikërisht. Bane një serum, e morën vedin shumë mirë në spital, fillunen kërkoshin me hangër, se nga që s'kishin hangër të ditën, edhe sepse ishin të dy, edhe Omeri edhe Irini që ishin me të njëjtat simptoma,
për këtë të dukte shumë normale pjesa e virus, sepse gjithmonë kur ishte njëri e merrte edhe tjetri, sepse s'rrishin sado që mundohesh rri larg ose sikur afrohen më shumë atëherë kur janë. Është e pamundur, absolutisht. Edhe u duk shumë normale, u kthyme në shtëpi, ishin krejt mirë, lujt me fjetën. Po për shkak të vjellave ndoshta ishte pak i kputur, edhe vajza e Omeri. E morën vetin shumë mirë, domethënë në shtëpi ishim shumë mirë, nuk kishin më as të vjellta, nuk kishin ankesa që më thonë dhem këto sa aty. Po pse u rikthyet në spital me? Të nesërmen në gjes, zgjohemi, ishin të dy shumë mirë, i përgatis për me hangër, edhe shoh që Omeri nuk han. Edhe më gjes u që mirë, lujt me qeshme, kërkote me dalë në kuzhinë me mu, me energji, shumë normale. Edhe zvënan gjysore të shoh që fillon e pështetet e divanit, më thonë për me najtë, sikur nuk ishte atë energjinë që e kishte për çdo ditë. Edhe i them që të shkojmë edhe një herë, mos ta lajmë sepse kishim me bë edhe një serum vitaminash mos dita, dhe them Omeri duket që është më i dopt atë ditë se sa Irini, them të shkojmë edhe një herë, edhe mrrim spital. Nuk vënojnë 10 minuta dhe ne na përmyset tonë bota, domethënë, për 10 minuta nuk dim se çanolli, as sinolli, thjesht zemra u ndal. Zemra ti ndale. Kaq ishte diagnoza që na dhanën. Në atë moment. Ti ishe në spital apo jo? Unë isha me te. Ishte aty. Unë isha aty. Edhe Zotit vërboka, sepse thosha s'ka shans. Shef momentet e fundit edhe thu s'pohet fjalë. Thonë, Omeri që s'mor kurr. Omeri që ne atë ditë e pa me spitalin, ne nuk s'kena kanë vetëm vizitat e doktoresha e tij. E futën në reanimacion? Jo, fare, nuk pati asnjë shans. Pra ishte aty me ty, në atë moment kur zemra ti ndale. Ishte aty. Nuk ato është diçka që se fali atë moment është që ato e dishin që ka marrë gjithçka, po për shkak shtatzanisë teme pritën deri kur vjen bashorti edhe ajo shpresa, ai sekonde që ti vazhdon me shpresën që se më thoshin nuk kthy. Edhe kur thoj nuk kthy, ti je tu lut që për me vazhdu edhe i lutesh Zotit që jam mu, po ti ishe 37 javëshe shtatzën, aso kohë, prisi Melin. 38. 38, a? 38, dhe aja ishte java që ne ishim tu përgatit për Melin, dhe më thonë, s'kishim basi gjo gati dire ditë, nuk e di, është një ndjesi që... Pse? E pritësha. Çfarë prisje? Nuk e di, kisha një ndjesi që kur duket gjithçka shumë e bukur për me kanë e vërtet, kur duket që atë lumturinë që thu nuk është për këtë botë kjo lumturi, kur e ndin vedin është plot, kur e ndin vedin që ke gjithçka, edhe gjithmonë kisha ëndër jam e pas 2 fëmijë, dosha më shumë se 2. Kja është qysh se kira kanë në të vegjël, gjithmonë mamit ose babit, thosha më ban edhe motër, nuk du vetëm një vlla, dhe thosha kur t'jemon, nuk kam i lanë motër e vlla vetëm, do është Zoti. Edhe më duk të sikur plotësot gjithçka, më thonë me Melin, u plotësot e çdo gjë. Por u plotëson të ajo familja jote ideale, që kishte ndëruar çdo gjë, domethënë. Po, ndërkohë ti kishe një ndjesi që do i ndodhte diçka fëmijëve, apo çfarë? Flit pak për atë ndjesi. Kjo është për këtë them që të verbon Zoti, sepse ndjesin vetëm te Omeri dhe Irini që nuk e kisha, domethënë absolutisht nuk ndjesin e kisha te Vedi edhe te bebja që kisha, nuk kisha Omerin më, nuk e mendoshha kurr diçka në ato momente, sepse truni vet përgatit, domethënë që jetu prit një jetë të re, nuk jenë ato momente për me mendu që diçka të tillë, edhe me ta thonë nuk dën prindi për me mendu diçka të tillë. Kur erdhi bashorti, ata ja u thanë të dyve, apo? Jo, unë mjek nuk e kam po më. Nuk e ke parë më në atë moment? Nuk e kam po mjek të më në atë momente, ata kanë prit bashortin, kanë lemru bashortit, pastaj më ka marrë mu. Bashorti? Ka marrë me dal,
jashtë spitalit për me Si dhanë shkëputur në atë lajmin. moment, si pranove të shkëputesh nga djali? Është diçka që realisht kur e mendoj, them domethënë çdo gjë dosha që mos më dëmtu melin. Edhe Pra e gjithë truni organizmi jote edhe komplet truri domethënë është çdo u gjë kthyer në ishte mbrojtje. që largoj ose e din që s'ke me përballu për me ndajt aty në ato momente. Sepse realisht kur i shef në çdo vend ose kur shef një ngjarje që gjithmonë kërkojnë largoje pjesën e familjarit e kisha më shumë edhe pjesa që mos t'i bëj dëm edhe Omerit, sepse mendosha mos të merren mjekët me mu, domethënë që unë i keq ose mene nanën, mene këtë dhe mendosha që ata më fokusu vetëm te Omeri. E si ta thamë? Edhe Si e kujton atë moment? është e nin këto, s'pati nevojë me fol. Momentin kur merrte, hajde dalim jashtë, i thosha pse po më zjarr jashtë, më thuj këtu. Edhe të tonë domethënë për këtë sepse mendoshin mendet tyne mu marron duke shpresa që më kanë dhënë, se sa aja që doshin me mrujt për melin, që u mundoshin të tonë rreth meje që kur shiften ato momente dhe njerëz pa njoftën vishin, hese edhe fëmijët tonë sa herë janë kthy ose na kanë nollë edhe ne, qetësojo e çdo gjë mirë, po momentin kur e shef që bashorti kur erdhi vetëm kaloj, edhe nuk më pavi, domethënë e din që nuk u nal hiç me na fol, domethënë vetëm ka ecë dhe e kupton që nuk është së gjë në rregull, por deri në moment fundit mendosha sepse nga që na thanë duhesh me i çu në Tiranë, mendosha që po më thotë që është keq duhet më çu në Tiranë dhe prap shpresoshe deri në fund që më kanë kështu, por E drejt. Hajte në shtëpi pas këtij momenti? Në shtëpi direkt sepse kam shkuar në shtëpi dhe 4 muret e dhomës kanë banesa eme për një javë që nuk e dal. Absolutisht, domethënë, nuk s'mujsha asnjë, edhe derën me e lanë hap me po korridorin që shifsha Irinin edhe Omerin të lujt, domethënë, syt tregoshin krejt tjetër gjë dhe nuk mendoshin që po më bën mirë del në kuzhinë ose hajde pa këtu, po s'ka gjë që të bën mirë për me të kalu diçka të tillë, domethënë, është se pranon asnjë gjë ajo nuk s'mundet me pranuar gjë. Irinin atë moment çfarë ndodhi me Irinin? Irinin për frikës që pat me që çdo gjë erdhje pa pritur me Omerin që nuk kishte shpjegim nga erdhja e nisme direkt për Tiranë. Realisht edhe doktorët e Shkodrës patën shumë frikë mrapa, domethënë thonë çojnë direkt. Edhe Irini u shtru të QSOT-ja në reanimacion. Ditën e parë ishte çdo gjë në kontroll, domethënë mjekët na thonë është çdo gjë okay me vajzën, edhe të nesërmen dilën, domethënë para dite, unë kam folë me vajzën, domethënë me kamër, delte, më qeshte, më flite, çdo gjë normalisht. Pastaj në darkë ka ndryshuar gjithçka, domethënë. Çfarë ndodhi? Nuk e di. Domethënë përfundunën me dhënë 1% shpresë për jetën e Irinit, dhe nuk e dishin se çfarë po ndodh. Nuk e kuptoshin se nga do ardh. Thjesht zemra ishte zmallu në parametra që absolutisht domethënë nuk janë normale, nuk e kuptoshin se nga i ardhi as Omerit as Irinit. Në atë kohë domethënë dolen shumë, u banen disa skenare prej mjekëve edhe prej spitalit më shumë si skenar filmer se si diagnozë, sepse skenare është Imelda? Prej më të ndryshme, domethënë nxorren çdo gjë të mujtun, pasi lloj bazet shkencët që me Asë po ndryshuan dhe përmendin gjithë, po e hodhën poshtë me një. Çdo gjë, domethënë çdo gjë mendoshin që pyetshin për çdo gjë dhe është normale, sepse mjeku do të pyesin, nuk është, po ajo që vrit edhe dhimbte është në momentin kur unë tham jo, nuk ka shans. E shifsha ata dyshimin, jo po mundet, jo po ndoshta nuk e ki pa te, ose nuk e ki vure, pra, te dyshoshin që le të themi një lloj disinfektimi që ju kishit bërë. Dyshoshin, domethënë ishin hell e çdo gjë, e gjitha kjo domethënë erdhi vetëm nga një pyetje që
si pyetja që bane, Rutinë, a keni qëse a keni ngrënë kërpulla, apo mos keni ilaçe në shtëpi, mos kanë prek diçka në shtëpi, mos për jashta, domethënë dyshoshin jo smundje toket, nga që ne jena në fshat, domethënë jetojmë në fshat, edhe mendoheshin diçka kanë prek te bari ose mos kanë prek këtu. Po nuk e zbulonin dot nga e rini këtë gjë? Absolutisht, domethënë nuk mundishin me zbulu asnjë gjë, thjesht atë ditë kur hollen dyshime që mendoheshin që mund të kenë mund të kenë marrë diçka, mund të kenë hangër diçka ose mund të ketë bërë dëm një disinfektim që nuk ekzistonte. Ata të nesër ndoli mjeku toksikolog që tha nuk ka shanse me kanë diçka e tillë, nuk është hek domethënë si u holl poshtë si hipotezë. Por megjithatë i pat ju si një formë mbrojtje është e sistemit, e gjithë sistemit nga gjithë ajo që ndodhi. Është ajo që vjen keq është domethënë që në dhimbjet që ne ishim, kërkush nuk është se mendoj me respektu dhimbjen tonë, secili pati atë hallin ose interesin e vet për me mbyll gjonat, sepse spitali na falsifikoi firma, sikur ne nuk kemi insistu me i marrë fëmijët, kur absolutisht nuk ka kënë diçka e vërtet. Domethënë këtu të banë me dyshu pak që pse ti duhesh me bë këta gjëra në momenti kur ne si familje si kena drejtu gishtin absolutisht kërkuj, sepse kur e shef vet, e kupton që ikja ti është risku jonë edhe risku i tij dhe nuk mundesh me vu faj dikuj për diçka të shpejt, sepse ikme për një kontroll rutinë dhe e di që nuk du, domethënë unë nuk mundem që me i vu gishtin dikuj edhe me bë diçka që nuk e kam me akuzu për diçka që nuk e kam fakt. Unë nuk jam mjeke, unë nuk e di nëse mjek kanë bë diçka gabim apo ja. Nuk di me thonë, domethënë unë atë që di është që ku në botë kishim kanë nuk e kishte ndryshuar gjë. Atë, ashtu do të kishte qenë. Për mua, unë e di që edhe ajo që ndodhi më pas me Airinin do të ishte e çuditshme, sepse se si erdhi Airini në normalitet, krejt papritur. Është diçka që në momentin kur bashortit i kanë thënë që ka 1% shanse jetët, më rriti deri në atë pjesë ku i thoshin edhe 30 minuta, nuk e domethënë ka jetë vajza, po. Edhe u mundu me çdo gjë, domethënë aty e kupton që s'ka më vlerë asnjë gjë, nuk ka vlerë leku, nuk ka vlerë njofjet, nuk kanë asnjë gjë vlerë sepse u pagu avioni mjekësor për me çu në Turqi, u bë çdo gjë, letra, çdo gjë gati, mjek të Tiranës shumë të gatshëm direkt. Asnjë nuk dan me met ndur ty në jeta një fëmije. Edhe normalisht që ishin gatshëm me firma, me letra, me i bë gati me nis sa më shpejt, edhe i ktheshin moment fundit nuk e bë gati, domethënë ambulanca për me marr, që me çu te avioni edhe u kthete përgjigje që nuk ka shanse për me pështu edhe nuk ja vlen për me pru deri në Turqi. Sa kohë qëndroi Airini ka qëndruar në gjendje ka qëndruar rreth 5 ditë. Vetëm 5 ditë? Po. Edhe pas ditës së 5 çfarë ndodhi? Gjatë kohës që ishte keq, ne kur na refuzoi spitali në Turqi, kur na refuzonin për me marr, mike e familjes i shkrui spitalit në Gjenova të fëmijëve për mu përpjek, domethënë për me çu në Itali. Nuk jep të shpresë. Vetëm transplanti thonin i bën punë. Spitali Italisë tha vetëm transplanti i bën punë që domethënë në ato momente po përpiqeshin me mundu me stabilizu, jo për me ardhur normalitet, por me stabilizu që me mujt me gjet një zgjidhje. Domethënë çdo doktor thotë që sa Airini do bëhet më mirë, ka me ka një rrugë gjatë rikuperimit. Nuk ka me kanë diçka që do kthehet normalitet. Nuk ka me pas normalitet. Dhe çfarë ndodhi? Si erdhi? Spitali Italisë, në fakt dha kur u dërzunen që nuk po gjeshin më se kush ja shkaktoi, tha nuk po merren ama me kërku që ja shkaktoi, edhe po mundohena me provu çdo gjë dhe me pas se cilat gjërat na funksionojnë. Edhe
kanë bashkëpunu shumë me mjekët e Spitalit Tiranës, kanë qenë shumë bashkëpunuesa në çdo lloj do të thonë i çoshin analizat, ato i thoshin ndra këtë ilaç ose ndra ilaçin tjetër, edhe zvonoj me kurën që i dhanë, do të thonë Spitali në Itali, 2-3 ditë dhe filloi përmirësimi ditën e parë, shumë i vogël, por që ishte ajo shpresa që sikur fillonin me marr pak frym të tonë që ka shans pak më shumë përderisa panin përmirësim. Po jep një përmirësim. Ditën e dytë prap pati përmirësim, ato analizat u bëshin 3 herë në ditë, domethënë, edhe shifshin përmirësim edhe kryorët që në shote ulte, domethënë ulshin parametrat që ishin të zhvallimit të zemrës. Ditën e tretë na thanen me armë e marr vajzën se nuk ka si gjë. Edhe ishte diçka që ne nuk na bashin durt për me shku me marr vajzën, sepse thoshim nuk mundesh ti me çdo gjë, dhe më mend që flisha sepse unë s'kam kanë atje, se normalisht isha një javën e fundit edhe mundoheshin që me të ruanin po nga kjo situatë. Unë nuk e kam ditë hiç situatën e Irinit. E disha që është mirë, thjesht domethënë duke u rikuperuar dhe është çdo gjë okay. Edhe i thosha mos e merr, lene, domethënë si doni me pru në shtëpi. Mjekët banin konsulta me Spitalin Itali, banin konsulta prap me Turqi, si çoshin analizat e reja, dhe çdo spital thote s'ka shanse, nuk ka mundësi me kanë kja zemra që na keni çuar që na keni çu analizat që na keni çu ose ekot e zemrës që i bashin, nuk ka shanse thote që me kanë e njëjta zemër. Edhe u banin shumë konsulta përpara. Irini doli pas një ilaç, domethënë prej spitalit. Ajo që u vendote që ka me pas shumë gjatë rrugën për rikuperim ose me ilaçe me këta, Irini doli pas i gjë. Edhe nuk e quan ti një mrekulli të Zotit këta. Une domethënë mrekulli të Zotit e quajten tan mjekët, se unë normalisht absolutisht e quaj mrekulli të Zotit, po mjek domethënë vend që më na dhanë një diagnozë, na dhanen Irini është mrekullia e Zotit, edhe është mrekulli që ato ecë, ne kur e shohim to ecë, shohim një mrekulli që ato ecë me dy këmbë të saja, edhe kaq ishte shpjegimin që morëm. Për këtë edhe kur më pyesin çanolli, nuk kena shpjegim, nuk ke çfarë, sepse ne Irini na jeti 13 ditë që bëte analiza pa fund, domethënë prej mëngjes deri në darkë, edhe kaq ishte përgjigje që na dhanë mjekët, dhe ajo që të vjen keq është që mjekët kur është mirë nuk synojnë këtë pjesën që ta shohim ose ta studiojmë si u bë mirë, pse u bë mirë, po në momentin kur është keq sinolli rasti me Omerin, u çunën jo me thënë njësoj si që ishte mrekullia e Zotit, edhe jo me kthy me të njëjtën gjë që shikone nuk e dim se çanolli. Sepse realisht nuk e din se çanolli, përveç përgjigjes që është insuficiencë kardiake që ju në zemra, nuk din as i gjë më shumë. Por ka një gjë, sepse shpesh herë kur ndodhin të tilla gjëra që janë të pashpjegueshme, shpesh kërkohet të bëhet një autopsi. Po. Por ju nuk e pranoni këtë gjë. Ja. Ishte diçka shumë më rëndë për ne, domethënë, e para për pjesën fetarisht, sepse unë jeni besimit musliman. Po, besimit musliman, edhe është sikur nuk do me pranu atë që Zoti ka pru për ty, edhe absolutisht duke e ditë edhe që nuk do të delte asnjë gjë, sepse kur nuk po arrishin me Irinin që ishte e njëjta gjë, e kishim aty, i thosha shifni se këtu e keni, domethënë, mundeni çdo gjë për me marr, sepse çdo gjë ishte njësoj, edhe kena pyet shumë mjek tjerë që a mendon se do delte e vërteta, domethënë, për edhe mjek shumë të mirë si këtu si jashtë na kanë thënë ja. Edhe momentin kur na kanë thënë që mos t'ju mesin merak, sepse si virus ose si çdo gjë që mund të jetë, domethënë, nuk keni me mujt me atjerë. Që ishte thjesht me shtu vedit ma shumë gjana që nuk na sjellshin. Sot kërkojmë diçka që na sjell qetësia, dhe ajo ishte vetëm me shtu vedit ma shumë stres, ma shumë mërzi, ishte me hi ma shumë në atë humnerën kur rame,
edhe kena zgjall për jo, domethënë, E nuk kuptoj. Si ishte ajo? Njava parë ti më tregove pak që nuk hapje derën, por ndërkohë dua të tregosh pak për vllajën tënd ti e quan rojen e lotit tënd. Ti e quan rojen e lotit tënd, vllajën. Normalisht të më thonë, ajo javë dhe shumë deri më sot kalohen prej besimit, familjes, edhe omerit, të më thonë, janë forcën ku e gjejmë. Po java parë dedikohet totalisht vllas, të më thonë, është, ai ka kënë çdo moment, unë me thama nuk ka motër, po vllai ka kënë çdo gjë atë javë. Ai ishte psikologu, ishte ai që guzhinieri, që do të me zori, do më thonë më shy, mamia, atë shumë më lollë të biles të pjesa e se skudzosha me ikë në banjo një herë, sepse kishte u shqetësote për beben, që anive të lëviz, ose anive nuk i ve faj, sepse unë e nisha të lëviz dhe isha qetë vetë, po as një rreth meje si ishte i qetë lidhje me Melit, sepse nuk e ditë se si nihem, nuk e ditë se si është, sepse nuk është diçka që shifet, edhe ai ishte çdo gjë për mu. Javën e parë, i thosha roje lotit, sepse e para nuk lejote shumë pak vetë me ardhë, i bate një bisedë para se me i fut ajo dera që përgatito, mos ma lollni, mos më flitni gjëra që s'duhet, ose kur e shifte që ishin shumë emocional, i thote ti nuk ke me hi, ti ke me hi, edhe thosha është bërë roje, edhe kur hishin mrena, i shifsha njerëzit me i frikë, shifshin vllon kësho, sikur a jena të thonë gjën e duhur, apo ja, sepse i thosha ti del pak prej dhomë, dhe më len vetëm, vishin shoqë, ose vite dikush që më najt, nuk s'jam të bëj gjatë, do më thonë, rrit aty i cepë dhe ishte, do më thonë, kina qa shumë i tesht, po shojmë pak, qajmë prap ma vonë, do më thonë, kur e shifte që nuk s'mund të kontrollosha ma, edhe shifte që për në del të jash kontrollit pjesa e ku s'mund është me majt ma, atë që atë në, edhe a i ka kënë, do më thonë, çdo gjatë deri kur ka lidh Meli. Kishe frikë ti për Melin? Realisht nuk e nisha, dhe më thonë. Unë këtë frikë nuk e kisha as për Irinin. Nuk e nisha që ka me nollë diçka, as me Melin, as me Irinin. Shpesh i nisha që më thoshin, të më thonë, lutu për Irinin, me nda për vajzën, se vajza, po nuk e nisha, normalisht që luqa, po nuk e nisha që aja është keq. Të më thonë, nuk e kisha këtë njësin. Sa në herë i thamë, është dash më mirë me më tregu, sepse ta në tjerë të kapen shumë mas Irinit, të kapen fort kur ishin shumë keq, shifshin Irinin edhe shifshin forcën e Zotit të aja, shifshin si, sepse e kishin pa në momentin e saj më të keq, se si ka kena dhe kur e shifshin të luj, të hellë Irini si gjithmonë, si kur mershin atë energjinë, mershin forcën të Irini, kurse unë nuk e kisha njësi herë, sepse unë e kam menduar Irinin gjithmonë mirë. Edhe nuk arrisha, do më thonë, me marrë atë, nuk e perceptosha që Irini ka kënë keq, sepse unë Irinin e kam pa mirë, edhe nuk i kam hiq ato momentit a Irinit që të kishe frikë, pra, nga ajo që po ndodhte. Absolutisht. Ti më ke treguar që Meli ka pasur një lindje, le themi, të thjeshtë relativisht, edhe pse ti mendoje që do hyje në një operacion, të dytë parët edhe Irini dhe Omerin ti ke bërë linje naturale dhe të shumë thjeshta. Shumë të lehta. Edhe ndërkohë të njëjtën gjë mendoje për Irinin, për Melin, po ndërkohë kishe frikë se për gjendjen tënde emocionale në atë moment. Për gjendjen tënde emocionale kisha frikë që nuk i besosha ma vedit se që mundem me bo, se sa forcë mundem me pas në ata momente. Edhe më dukte edhe larg shumë, të më thanë ata 2 javë të fundit, në të momente Meli më dukte penges për me qa për Omerin, penges që me vazhdu çdo gjë që dosha, që shpirti nite, më dukte penges edhe thosha, të doktori i thosha më lanë datën sa më shpejt që është për operacion, sepse Meli e kishte 15 mars si datë. Edhe
thosha më gjej një do, dhe më thonë, shive që është mirë dhe doktori që thëtë që të hymë mars edhe flasim prapë, dhe më thonë, mos e që e rasi me falenderu sepse ka kenë shumë i mirë me ne, ka dalë që do dhe ore që i kërkoshim ne me dalë në atë kohë që s'kan kenë orare punet, por që delte dhe për mua është në ata që atë regu ma njërzori atë kohë. Edhe më i mend atë natë, dhe më thonë, isha shumë, nuk mu isha ma, për me më dukte, dhe më thonë, me zi po priqa dhe i shkruj doktorit që nesërmen duhet takoshim për me lanë datën e operacionit, dhe mami ishte shumë e shqetësuar që pse o mam operacion, pse po nxitohesh, sepse po na nol, kishin atë frikën se çdo gjë, do të thonë që po nolte, edhe thosha mam që se ka me kene shkrume për më ardh vetë, ka marrë vetë dhe kanë me ndryshu gjanat vetë dhe nuk s'ka me bë operacionin. Edhe nuk ka vënu një orë që realisht kam kanë fjetë, do me thonë isha shumë e qetë, ishte masdita dhe qohem, baj dush dhe ulem mu falë dhe lutem që i tha mo zot, që t'jetë sa ma shpejt, dhe me thonë që të mundhe me kry sa ma shpejt, se në ato momenti ishte vetëm detyrë, nuk asi gjatë tjetër, për detyra jeme që me e pru shnash, edhe mrapa, dhe me thonë, nuk mendosha asi gjatë tjetër, vetëm ta bi vajsen mirë, se isha, çdo gjë e jemja ishte fokusua aty. Kisha dhe mami në shtëpi, dhe me thonë, ishim vetëm unë e mami jem, dhe vllai tham, mos i thuj gja mamit, po sikur jam të edhni, dhe me thonë që mos ta bëj mërak, e vllai, po thet, i tesh më tregove, thet që deshe me e ba, si loja dhe, po, okej, thet, se po të besaj. I tham, nuk është lojë, më duke se është e vërtetë, dhe aty ishin panik, sepse realisht as valigjen nuk ishte bë gati, nuk ishte bë si gjo, sepse ne kishte planifikuar për operacion, pra... Kisha planifikuar që do të flas si herë me doktorin, kur thojnë datën, nuk më dukte me thënë drejtën as si gjë e rëndësishme, ajo valigja që herë tjera bën me shumë qefe, më dukte një veshje që të ta veshin edhe as si gjë më shumë. Domethënë aty e kupton se sa rëndësi japim të gjanave që shef me muj, cila veshja pare, cila dyta, cila batania, kështu ajo, dhe aty kupton se përveç shnetit, këto tjera, dhe më thonë, janë asi gjë. Edhe i shkruj doktorit që i kisha shkruj pak më herët me lanë takim dhe i tham, a mundë marrë me bë i vizit, sepse nuk dosha me një spital, i kisha thonë edhe për para, edhe pjesën e operacionit e dosha ma shumë që s'dosha me pas punë me njerës, sepse janë edhe këta pyetjet, sa fëmijë keje, pjesa që plotësohet para dhe... Thosha, nuk du hiq, nuk du me fol me kërken, nuk du asnjë që me fol, me dhanë shpjegim, edhe për këtë e kisha vetëm me doktorin tem që mu marë, edhe ai doli, ishte ora gati 8:30 darkës, dhe doli te klinika, ban vizitën, dhe thet, s'ka kohë, thet, për operacion, ti je gati për me linë, dhe kështu që po shkojmë te spitali, edhe ka vënu rreth qerekoret, sepse spitali edhe ka linë Meli, dhe më thonë, edhe... Si a vendosët emrin? Meli ka marrë emrin e vllas, sepse unë nuk isha zgjell emër. Thosh, nuk ishim përgatit hiq edhe për këtë thosha atë ndjesinë se nuk mu bate me bagati, si gjo për te, nuk e di pse. Edhe momenti kur nolli ishte direkt kështu që emrin ajo ka marrë emrin e vllas, edhe Omeri thirrte e vedin Meli se nuk i delte rëhi, edhe ishte Meli, kur do të dhe më thonë, kush dan këtë, ose kush dan atë, është dhe Meli, për këtë, dhe ishte direkt që ishte e ditën, se ai realisht ka bërë shumë për te. Omeri, dhe më thonë, ka kenë shumë i dhanën mas Meli, shtatëson, ka kenë, a i flete vetëm me krytin këtu, të barku, sa i thosha, më thonë, na more frymen, se po se vete krytin këtu, nuk ishte fëmijë që të lodhte për me fjetë, do të vetëm dorën ka pas për me vu të krahu jem, edhe du me vu pa krytin të barku. Çdo ditë nuk, sa herë i thosha bashortit ose Irinit, nuk e meritoni, thosha jo Melin, vetëm Omeri e meriton, se ky ishte tanë ditën, dhe më thonë, do t'i hekte, dhe pse ishte dimër, do t'i hekte
bluzat e mia se do të barkun direkt me puth, nuk do të kështu me përqafu për ditë, me pa të lujt, nuk rrite i ora aty dhe nuk u mërzite. Dhe Meli linde me një zemër në dorë. Po. Meli ka lind në zemrën e vllas, se kështu e them, domethënë, edhe unë javën e parë realisht Melit, përveç se e kam ushqy, edhe ka fjet me mu, nuk e shifsha, por nuk e mosha mend fytyrën, domethënë. Unë Melin, mujt e parë, shifsha vetëm Omerin, edhe nuk, qose dikush me më tregu foto, nuk thosha, nuk arri me e njoft fëmin tem, domethënë, aja që ke para syve, me Melin nuk e kisha. Edhe zemrën të dorë as nuk ja kishim vurë, domethënë, vetëm isha një ditë tu e la dhe Irini që thet, mam shife zemrën e Melit të dora. Edhe unë që mendoj që kjo ka bë me lapostil, sepse ishte totalisht shumë zemrë. Po. Edhe i them, nuk është lojë mam për me lujt Meli, për me bë zemrë të... O mam, nuk e kam bëne, është zemër, edhe sidomos kur lahet ose kur është pak që dallohen tana damart, bjen atë në sy forma... Akoma sot. Po, akoma sot, domethënë, e ka komplet formën e zemrës të dora. Dhe kur flasim për këto shenja, flasim edhe për data 22 për ty. Po, është... Njeriu din duken rasi, edhe shumë vetë si ka mundësi, thojnë nëse që rasiet, po realisht nuk besojnë rasi. Besojnë që çdo gjë e kena të shkruar dhe nuk çdo gjë noll për një arsye. Edhe Omeri është largu me datë 22, shkurt, edhe një ditë rasisht, domethënë, tu pa videot e tij, sepse janë pa fund dhe tu kalu edhe dosha me i tregu, domethënë, momentin që mezi kam prit ishte, dosha këtë moment mezi po prisha, momentin që kisha videon kur Irini ka hi te dhoma kur lindi Omeri, edhe po tregosha videon, domethënë, kur ka hi Irini, edhe në video është Irini sikur numri është i mshehun, kështu te dora, dhe në video është Irini që merr me ngulm për me djerrat numrin edhe e djerr kështu te videoja. Deri në atë moment as nuk e kisha pa, domethënë, as nuk është se më dukte aq gjë me rëndësi që me fiksu numrin, edhe kur shoh aty edhe është numri 22. Edhe sot të godet ndryshe, domethënë një numër që deri dje kanë thjesht numër, si çdo fëmijë sot vjen shumë ndryshe, domethënë. Emil ti më fole për njerëzit njëkohësisht, për njerëzit që kanë qëndruar pranë, por dhe për ato njerëz që ti ke pas pjesë të jetës tënde, por nuk kanë ditur të ngushëllojnë në ato momente, dhe ka qenë pak e vështirë për ty që të pranoje njerëz të cilët i doje fort, i kishe në jetën tënde deri në atë momente dhe nuk ngrinin dot telefonin për të thënë si je. Edhe ti më the që ende sot e kësaj dite kam njerëz të tillë që ende nuk e kanë bërë, të kanë ngritur telefonin e thënë si je. Domethënë për pseve të shumta që pse ndodhi, si ndodhi, që duhet i jepje përgjigje kujdo që më shumë ishin, domethënë në këtë anë dhe jo të thonin ty si je atë moment. Është diçka domethënë që njerëzit jo vetëm une, por sepse te faqja që kam për Omerin, kam njoh shumë nana që kanë kaluar të njëjtën gjë, dhe paka shumë nin të njëjtat fjalë që njerëzit në përgjithësi nuk dinë me ngushëllu. Ose më saktë njerëzit nuk shohin ke kajnë përballë, ke po ngushëllojnë përballë. Kajnë disa fjalë bazike që i përdorin për të ta njësoj, por nuk mundesh kur me ngushëllu mu njësoj si me ngushëllim për dike tjetër, domethënë, ose të kuptoj shumë pjesën të kuptoj, nuk është diçka që domethënë mu më vjen mirë që nuk më kuptojnë, sepse nuk du shoqe apo shok në këtë dhimbje, dhe tham shoqër që janë pak, inshallah janë pak, domethënë, paktën unë njoh prej faqes disa tjerë, po më përpara nuk është se kam njoft. Edhe njerëzit të thojnë të kuptoj për faktin që janë vetë prind, por prindi nuk mundet me kuptu vetëm sa është prind, edhe të kupton që është hupja. Edhe
ti e mendon edhe si e kam menduar në vetë kur kam një lajme tjera dhe kam thonë është e tmerrshme, edhe truni nuk ta mund ty aty se ti e ke në përkam fëmin tënd, ato të lujt, ato të qesh, nuk ke se si ti me më kuptu mungesën teme kur ty fëmia jot ato të qesh, ashtu të rrok, ashtu të puth, edhe ti më thu, unë të kuptoj ty, ti ke krahët plot. Të më thonë, se të kjo krahët plot, kena një shumë të ngushëllimet, i ke prap krahët plot, i ke prap, nuk është të më thonë se të letësën asnjë gjë fakti që është nim, absolutisht janë nim shumë e madhe që janë Erini dhe Meli, po nuk është absolutisht më e lehtë, nuk është ose pjesa që ka ti beson më shumë se në Zot. Nuk e para besimi kërkuj nuk i peshohet as nuk i matet, edhe Pra të ka ndihmuar ty besimi ta kalosh dhe për mos absolutisht. Pse ndodhi? Absolutisht besimi ndihmon me e kalu, sepse realisht mos me kanë besimi, mos me besu që ti një ditë ke me pa prap. Do të thonë nuk arrin më u çu prej shtratit, nuk arrin me bë asnjë gjë, po mos me pas besimin që ky nuk është takimi i fundit, jemi me te. Si lindi Super Omeri? Dhe misioni i tij dashurisë ne kemi aty. Libri i tij nuk ishte me qëllim, domethënë për mu bë libër, për mu botu, edhe lini vetëm për mu bë për motrën e tij, realisht sepse ajo kërkon çdo natë me fol për te. Ajo çdo natë flet për te, domethënë, edhe i uron natën e mirë, çdo gjë nuk mundet me fjet po si uroj. Edhe u kriju domethënë për te. Po mrapa, mas linjes Melit, ishte i periudhë pak e vështirë për ne, sepse shifsha që vishin njerëz për me na vizitu për Melin, për Irinin që u bë mirë që kishte ardhur shtëpi, edhe asnjë nuk përmendte Omerin. Të më thonë, vishin edhe me jetë gjatë vajza, ose ishte aja, a i ka gja Meli a Irinit, po me të një kështu, nuk i ve faj, sepse se cili ka me qëllimin e mirë dhe kishin atë frikën se po na bajnë dëm ose po na mërzisin më shumë pa me përmend, sepse kërkush ishte një situatë shumë e rëndë për të tonë dhe si vefaj sepse nuk dishin a me oru për linjen e Melit, apo që u ba Irini mirë, apo për ngushëllimin për Omerin, ishin shumë gjana që mu thonë njëjtin 5 minutë, edhe normalisht nuk i vefaj as kujt kur nuk dite, por fakti që kërkush nuk e përmente, ishte shumë e rëndë sa në herë kur isha vetëm, thosha, a thume ishte ëndër, se aq i mirë sa ishte, aq i dashnë, aq i bukur çdo gjë, kur ti thojnë fëmia perfekt. Edhe thosha, të më duk si ëndër sot më duket sikur kërkush të më thonë, pa me pyet, më thonë, jo me nuk ekziston. Të dukte, domethënë kërkush nuk e përmendte, ishte bë diçka shumë si tabu mu përmend pjesa e emrit tij. Dhe prandaj ti ndje vetë nevojshme këtë. E kisha niste në fakt në një formë tjetër. E nishat nevojshme që me fol për te, edhe nishat nevojshme që domethënë thosha Meli apo tjerë që kanë me lind kushërit ti ose njerëz të afërt ti, s'kajnë me e njoftë, sepse nuk kajnë normalisht deri kur të rriten ata për me kuptu, jeta vazhdan, jena tu e po ne, se si vazhdan jeta dhe nuk kajnë me najtë, thosha me i fol, shika, ka këngë kështu, sepse janë temat vështira që tanë zgjallin me, mos me i fol, zgjallin me shmang. Edhe në kohën kur ne përjetume që përjetume, vishin familjarët mi që jam rrit me ta, të me thonë kushërina të mosh të madhe, edhe më thoshin edhe one kam hup një fëmijë, të me thonë 1 vjeç, kam hup një fëmijë 2 vjeç, kam hup. Deri në atë moment s'kishin folur. Absolutisht, nuk e dishim si histori jonë, po prindët e mi nuk i dishin si histori. Të me thonë mosha shumë më të mëdha dhe nuk i dishim që ekzistojnë si histori, edhe mu më dukte e tmerrshme. Thonë, thosha, mas i viti 2, thuka me zgjallë, onë mas me fol, sepse e ke më të letë atë pjesën me, ose janë brezet në nyshe që unë i veja reja la sot që më thojnë për faqën e Omerit që
sini tu e lën plagën më shnosh, do me thonë, jeni tu najt vetëm aty dhe nuk ta po jesni para, vetëm tu fol. Po aty gabojnë sepse kjo nuk ka plagë që shnoshet, nuk ka më shnosh në herë. Po, nuk shëndoshet kur. Kur i shkruva librave që krijojnë faqeve që krijojnë libra. Po, që jam kam datarës do her pas here, po. Edhe i them e kam kriju një histori edhe du me e bë për Airinin, edhe du me i bë voice dhurat, dhe më thonë. Edhe më thojnë që ban vetëm historitë tona. Nuk ban për histori tjera, dhe më thonë që të mijat, sepse kishte ma shumë punë, nuk e di, derisa mundohen flasin. Pra i kanë të gatshme paka shumë, nuk përpishen shumë, vetëm zëvendësojnë fotografitë. Mra po vendos për me butu edhe vendos më butu vetëm me qëllimin që më dhanë për bamirësi çdo fitim i librit, sepse dhe kështu ka vijuar më pas Mirda, vazhdon të jetë të tillë. Vazhdon për me kanë. Do thonë ky është qëllimi i vetëm i librit pse u butu. Si reagoi Airini në momentin e parë kur e ke lexuar librin? Airini është libri më i bukur në botë për Airinin. Por edhe për pjesën që është butu ose kur e shef në librari ose kështu edhe është se normalisht ka pak qef pjesën e anglishtës edhe është qënë kryt në qiell dhe thët, Omer, you are being famous, edhe e ka shumë për çdo video që shef ose kushta që e lexon, edhe këtu ka shku mam libri ose sepse libri butua në Amazon, edhe a shpërndar shumë edhe në shtetet tjera. Kur shkove në banesën e tij të fundit? Kam shku mas linjes mailit normalisht, domethënë. Edhe isha vetëm? Ja, me bashortin, për s'kisha kanë asnjëherë në atë vend, realisht domethënë është me fat me thonë që jeta s'na ka sprovu deri tesh. Kena kanë shumë me fat deri tesh, kena pas shumë jetën e qetë, të bukur, çdo gjë. Edhe nuk e disha ku është, as nuk e disha si vend. Edhe aja ishte hera parë, po realisht dhe më thonë nuk e shaf si banesën e tij të fundit, nuk është dhe më thonë shumë pysin që ti nuk je lidhur me atë. Nuk jam e lidhur me atë. Nuk bëhen marak dhe më thonë sepse të shkoj shpesh vetëm, se bashorti mua në vojzat, se edhe iku unë se kena shumë afër me shtëpinë, edhe bëhen marak si ke vetëm ose se mendojnë që aty dhe më thonë s'kam fuqi ose mund tjetë. Po pse shkon aty atëherë kur ti nuk e sheh se realisht domethënë aty shpesh kur shkojmë si unë si bashorti shohim vedin të dy. Domethënë aty zhveshet si për mbrana, aja është vendi ku qose me fjalë nuk arrin me shpreh se si njihesh realisht. Kur shkon aty sikur ai vendi ta tregon se si je për mbrana. Edhe ai të flet pa fjalë, po të flet aq shumë, edhe të flet edhe tregon domethënë sa pa vlerë është gjithçka në këtë botë, sa s'ka rëndësi asnjë gjë domethënë para shëndetit, para jetës, edhe nuk shkoj asnjëherë për Omerin. Realisht aty shkoj për vedi apo për bashortin tim, se aty e shohim vedin se si jena. Si e ka ndryshuar marrëdhënien tuaj me bashortin kjo humbje? 100%. Jo vetëm me bashortin, po me çdo familjar, me çdo njeri që na rrethon, çdo marrëdhënie ndryshu, sepse realisht sot jena të njoh vedin si unë, si ai, si familjarët e mi jena të njoh vedin, se si jena sot me këtë hupje. Domethënë edhe ka shumë gjëra që një moment që unë mendoj se ai është mirë, nuk shumë shpejt që s'ashtu, ose një moment që ai mendon që unë jam mirë, nuk jena, domethënë nuk janë momente që sot e kupton atë pjesën që kur zgjell njërin e jetës, mos më zgjell për ata ditë të lumtura bashk, po me menu shumë për ata ditë të vështira, se ke zgjell për me i kalu. Edhe realisht ka kanë forca jeme, edhe vazhdon me kanë forca jeme. Unë sot nihem një formënyre bërgjlie me te, jo se ka bërgj ndashni se kush po bën më shumë e më pak, po bërgjlie se ka kalu shumë më shumë se unë. Edhe më ka kursy shumë në atë periudhë. Si të ka ndryshuar ty si mami, Emel?
Si mami të ka bërë më të kujdesshme, apo je më e brisht, më vulnerabël me fëmijët, pas asaj që ti ke përjetuar. Që se përpara në mendet tona ki ato rregulla që do rris fëmijën kështu, se do rris me këto rregulla, me këto gjana dhe deri një farë mënyre të kanë funksionu deri atë ditë, më thonë. Të dy si Irina dhe Omeri kanë shumë fëmijë qetë, një gjushëm, të më thonë shumë të lehtë për me i rrit. Të dy për tyne. Edhe momentin kur të noll kja, e shef që fëmija ta shef ndryshimin që të kupton shumë kollaj, shumë shpejt, domethënë, se si ke ndryshu. Të kupton se sa i dupsu nda gjana që më përpara, që se johi ishte ja, Irini për shembull sot e kupton që johi nuk po e tha 2 herë e din që apo. Edhe domethënë ta përdor këtë pjesën se të blen shumë shpejt se në çfarë gjendje ti je. Qose përpara për shembull për në shkollë ishte një herë që mamja me lollën me shku sot, ta din më flehet edhe ishte Irin qose, nuk bëhet fjalë për me ndaj shtëpi, po më thonë sot ja me lollën, mam re, a din edhe janë këta ndryshimet e vogla, po që të ndryshojnë edhe ke atë frikën se thu, okej, nolli që nolli, po apo mundesh me i rritë si duhet. Çfarë thotë ka parë në ëndër? Ajo thëtë e kam po në adin është fëmijë dhe nuk di, sepse ajo thëtë sa herë e kam po, ose mam lujtve me lojnat e reja, mam erdhi më tha sa i bukur kja, ose sa i bukur ajo, dhe realisht edhe kur u kriju libri, ishte diçka se momenti kur njihem mirë, kur flitet për Omerit, është kur e flasin fëmijët. Sepse fëmija është që po fajshëm dhe nuk të kërsen, nuk të runë, të më thonë nuk rrinë atë pozitën si ta thamë, si t'ja thamë, si të flasë. E rini fletë në çdo moment, të më thonë, mama, manë si thotë Omeri kështu, se mama edhe Omeri banë kështu, se mama edhe Omeri ka thonë këtë edhe, ose fëmijë tjerë të afërm, ma i mend që ishim mledh një ditë, fëmijët aty edhe i thëtë dikush që ke keni mledh tanë fëmijët bashkë, edhe nipi i bashortit i thëtë, jena tanë, po më nga në Omeri. Dhe sada që të prejkë, po është gëzën që thua edhe në momentin kur këta janë të lujtë, edhe sepse fëmija normalisht gëzën në atë momentin që atë lujtë, dhe thamë, sa mirë që e kujtojnë, edhe sa mirë që këtë du që me vazhdu për me bada, me thonë, nuk. Dhe ajo që më bërë përshtypje mëra në takimin bashkë, dhe në gjithë e intervistë, cila ka zgjatur në fakt, është që kjo shëra parë që ti nxjerr lot. Më nohna për mi mojt. Fort që je. Më nohna mi mojt. Jo se kam problem për me zjarë lot, absolutisht dhe me thonë, unë sa hera dhe babit, ose o më note për mi mshë, dhe i thosha, pse më shejeni, sepse për te ashtë me qa. Të me thonë, jeni të qa për dike që edhe ai që se njef qanë, nuk mos më mshe mu, sepse ato dukte si kur do në më të regu të fort, por realisht kur qashin, unë me asha forcë ma shumë, sepse thosha, s'jam vetëm unë që s'jam të mujt. Të me thonë, se duket si kur vetëm ti s'po mundesh, vetëm ti po qanë, edhe tjerë po harrin për me majt vetin, ti s'mundesh. Edhe në momentin kur i shef të qa i saj, kur i shef dhe më që janë dopt i saj si ti, aty fillen e merr atë forcën, shiko se s'jam vetëm. Më the pak më para për projektimin tënd si mami, që doje 3 fëmijë, doje familje të madhe. Më tregove dhe për shtatzanit që kanë qenë thjeshta dhe lindjet gjithashtu. Thjeshta kanë kanë. Po dhe për shtatja me 2 fëmijë, qoftë me Omerin, me Melin, thot. Dhe më thonë, për 1 fëmijë, 2 fëmijë, është e shpreja që janë shumë, për bëhen 2, por realisht Omeri ka kene fëmije e andrave, këtë i thojnë, sepse me i dasht çdo fëmijë do një saj, se shpesh prind nga të smohen, banë ma shumë mas këti fëmijë, ose banë ma shumë mas vajs, apo mas djalit, por sa të len ai fëmijë me shiju, ose sa të len me ja shprejha dashnin që ke për mrena, duket e ndryshimi për njënit edhe tjetrit. Edhe Irini kur ka kene vogël, ka kene qate shumë, dhe me thanë, këtë pjesën në fazën e vitit parë, deri vitit e gjys,
qate shpesh, nuk ishte fëmijë, domethënë i qetë për me biles shpesh qeshje me bashkëshortin që ti na prune probleme ne se ne kena kanë mirë kur ishim vetëm, nuk është se kena bërë fjalë, kurse prej lodhjes ishim po maje ti, unë jam tan ditën tu e majte, s'ka pushu i herë, ka fjet vetëm krahe, e tjere këta dhe ka kenë Ma e që kalojnë çiftet në momentin e parë kur bëhen prind. Absolutisht hera parë dhe kur je vetëm qyshat e ditën e parë, sepse kur jeton vetëm është kjo pjesa sa da letë si shtë zani, po çdo gjë për herë të parë. Dhe kur erdhi Omeri, ishim përgatit, domethënë që kam e kenë, pa s'kena me fjet natën, si s'kishim fjet me Irinin, kena me pjesë që i kishim kalu. Gjërat normale të një lindje, të një bebi, plus që ishte plus edhe Irini që Irini ishte 3 vjeçe në atë kohë që kishte ato pjesë të Jakobshi, jo gjana që do përgatiteshin edhe kur lidh Omeri edhe vim shtëpi, domethënë vjen darka flem xhum, edhe ishte si kështu si me fjet se ne ishim super për me kenë. Cila ka qenë loja preferuar e të dyve? Irini ka është këtë fazën e bebave, domethënë po. Edhe vazhdon edhe mendon se deri kur të rritet, do të bëhem influencer që flas për bebat. Ka këtë pjesën që do t'i bëjmë folë dhe kurse Omeri ka luajtur edhe me i letër në tokë që e gjetë, domethënë ka qenë shumë i thjeshtë në gëzote me çdo gjë. Si kanë qenë udhëtimet tuaja? E kanë qenë të preferuara shumë. Janë sa të them çose janë dukë në një moment të lodhshëm, sot janë kujtimet më të bukura, domethënë janë pasunia. Janë aty është ajo karta ku hellim tani videot e këta dhe e thosha gjithmonë këtu kam pasuninë teme, sepse është çdo kujtim i tyne dhe thosha ruje se është memoria e jashtme. Po sa të them realisht është pasunia jeme, se janë çdo gjë qysh se ka lindë, domethënë çdo moment, çdo gjë i tij edhe mezi priçin këta udhtimet. Të ruash prindrit nga dhimbja. është isha që në këtë jetë fëmit e kini si fjali, domethënë vinë si bekim edhe si sprov për Zotit, po duket sikur një është edhe keq me e pranu sprov, se duket mbrënd unë i kam bekim, nuk kam, se mendon se sprova me lodhjen ose me gjanat vështirësit gjatë rritjes, por realisht çdo prind u sprovoka me fëmin herët apo vonë. Ne na sprovu herët prindët e mi, janë sprovu sot, sepse e di sot vështirë e kajnë me më pa mund ku jam sot, e di sot vështirë e kajnë vetëm sepse ai ka kanë pika dopt edhe e tyne, ja vetëm e jemja dhe e di sa vështirë është për ne. Kush gatuante më shumë të shtëpia juaj? Unë. Me Omerin apo me Irinin më shumë? Me Omerin edhe me Irinin, por qysh me periudhën e shkollës, sa Irini ishte në shkollë dhe ishte me gatu për ditë me Omerin. Omeri du të mi bot tana, të më thonë, unë du me ndez lavatriqen, unë du me hap teshat, unë du me rregullu këtë, unë çdo gjë do të për me bo, unë du me palos teshat, biles maj mend një herë që qavi se palosi mirë, se e kishte këtë për me keni pari. Gjo që Irini nuk e ka hiq. Irini, nga njëra anë vjen mirë, nuk e ka këtë egon me kene para. Edhe në shkollë e kam shtirë kur marrë për me i thonë, dhe më thonë, mami bane bukur për me dalë të tabela nerit, edhe thot, qa ke ti? Nevoj që unë me dalë të tabela nerit, dalin tjerë, dhe më thonë, nuk kam nevoj unë për me dalë, nuk e danë vëmenjen, ose nuk, edhe të festa abetares, ma i mendë që më thotë mësusja që ti e di me gjana që keni kalu, dhe me thonë, nështë ta ki dash me e pas në resht par vajzen, sepse dihet me qa kalu ta kishit pas ju, por realisht nuk dënë e Irini, dënë atë reshtin e dytë, nuk e dënë qenën e vëmenjen, so e thamë, rëndësi ka që jam e shiju. Fakti që se dënë nuk i duhet as i gjas sot që me kërku atë qenën e vëmenjes, dhe jam shumë e knaqën që nuk e ka. Si e përkufizon sot lumëturin? Ka nëshu komplet. A ndirë se ka një formë të re ka të saj? Ka nëshu komplet që se sa të ka dhe shkëndia të vogla lumëtërijet që normalisht kur shef vajzat mirë, kur i shef
të lujt me njëna tjetrën, ose kur shef të qesh, të bë diçka dhe normalisht që të gëzon zemra për ta, sepse ka një saj rëndësi si pati, si ka Omeri. Edhe po janë atë shkëndijat vogla që fiken atë shpejt, sepse mungesa ti fik direkt. Domethënë mungesa ti është je gjithmonë atë kishte ken ai si kishte dal fotoja, ose atë kishte ken ai çka kishte lujt tu. Domethënë çose përpara kishim një lumturi që them nuk ishte për këtë botë. Tin kur nihesh e plot në çdo ç'a, e them që Zoti të thet këtë lumturi e ruan për te one kur të vesh, ja për këto. Sepse njëri nuk mundet me kena që i plotësum që nuk kishe një Domethënë zemra nuk na thotë një asnjëni, domethënë që si kur të kishim këtë ose diçka, sepse sot sikur nuk janë tetën me asnjë gjë, edhe kur je mirë, kur ke shnetin, kur ke domethënë atë harmoninë familje dhe janë kote që të kishim këtë më mirë apo të kishim atë më mirë, edhe në shtëpitë tonë s'kishte asnjë domethënë me ardhjen e Melit marroshin tana ishte aja pjesa perfekte dhe tham sot ka me ky ta njëtën. Cilat janë ato momentet të vogla që të sjellin paqe, Imel? Janë momentet që çdo natë mas tanat i ritmit ditë që normalisht Irini dhe Meli sot janë forca jonë që na bajnë, domethënë Meli fizikisht sepse duhesh mu çu për me kry çdo nevojë që ajo ka sa është e vogël, edhe është Irini që na mon shpirtnisht, domethënë atë që kërkan me dal, na kërkan në mundohet shumë me na bë me qesh, nuk ka kënë ka që lirshme, po sot kur na shef që qeshim me te dhe mundohet aja, domethënë sot edhe shpesh kërkaj për me dal mu qetësu pak kur vjen bashorti dhe dal jashtë, është aja nata, nuk e di, t'jep një qetësi, domethënë kur shef sa vogël je, mes tana asaj tana ti qill dhe tana tyne yjeve, pa fond dhe thu shika se je shumë e vogël, nuk ke... Nuk mund të kesh atë fuqi që ti mendon që ke në këtë rast. Edhe aty është Irini që as aty nuk den me mlan vetëm edhe vjen ullet aty afër mejet edhe vazhdon ku e kena aty yllin tonë, thët sante mama, na ka dal ylli ne ta shofim edhe jo momente që thu e ka lënë domethënë atë që e ki pas fizikisht këto, e ka lënë një lloj dashnie tjetër edhe t'jep një lloj paqe domethënë kur realisht e mendon ashtu domethënë edhe e mendon që është. Dhe ti më them në fakt, në bisedën që bëm bashkë, Orinda, për mua është shumë e rëndësishme që mos të fokusohemi shumë tek ngjarja, se si ndodhi, tek, por tek dashuria që la Omeri pas. Kjo për mua është shumë e rëndësishme, pjesa e dashurisë të Omerit. Ne si prindë kena shumë vështirë kur din fjalit, pjesë që ja din zemra vogël, si ja doli, nuk arritje, nuk du domethënë kërkush me lidh Omerin me dobësi, ose që është kjo ideja kur hum domethënë jetën dikush që nuk ja doli, është diçka që nuk Omeri ishte shumë i fortë, shumë aktiv, shumë energjik, po është diçka që kur e ke të shkruar për Zotit nelt nuk ka, janë shem qytete, shtete për një sekond edhe nuk mundet me mat domethënë forcën e tij me sa vite qëndroj. Forcën e tij çdo kush mundet me mat veç me sa dashnie ai ka dhënë. Edhe e tham realisht ai ka dhënë dashni sa disa njerëzve mund t'i duhen 100 vite dhe nuk munden me dhënë sa ai ka dhënë për 3 vjet. Çfarë do të thojë sot një nana që është në këpucët tua? Thash që më thojnë shumë pjesën sa e fort je ose ti je shumë e fort. Unë nuk kisha me i thonë, do me thonë pjesën ti, unë e di që as një nanë që ato ka lut njëjtën gjë si unë nuk do me një fjalë ti je shumë e fort, sepse nuk është forca zgjadhja sot. Do me thonë, unë nuk e kam forcën që zgjolla me kene fort, edhe është detyrim, do me thonë, je detyrume për me kene fort, për hatër të fëmijëve, për hatër të familjes tonë, për hatër të vedit, për hatër të Omerit, për shumë gjana je detyrume për me kene fort. Edhe kisha thonë që
kërkush mos me ecë në ritmin e kërkujt, domethënë, mos me pa që shika kja doli ma shpejt, ose kja e përballaj ma shpejt se one, ose kja e vazhdaj jetën, tjerë gjithkush për mu, domethënë, është e rëndësishme që me pa që i ban mirë asaj, diçka që mu ban mirë nuk është e thonën që mi ban mirë dikuj tjetër, edhe kisha thonë që sot është e rëndësishme me rujt mendjen e tyne, edhe zemrën që mos më mush me mlef. Super Omerin dhe misionin e dashurisë, që ishte edhe në versionin anglisht, do të njëjtin libër, do e gjeni në panajirin e librit, nga botimet Pegi. Besoj që edhe mami Imelda do jetë aty një ditë dhe do t'ju takoj. Pra i bie fix pas një jave, pasi të keni parë këtë intervistë. Imel, unë të falenderoj shumë që ndave me ne jo vetëm dhimbjen, por dhe dritën, absolutisht. Faleminderit që na tregove jo vetëm forcën nga mungesa e lotëve, por më shumë dashurinë që qëndron pas atyre lotëve, se ka ajo shumë e rëndësishme. Faleminderit që na e rrëfeve Omerin nëpërmjet kujtimeve tua dhe vajzave të tua. Besoj që edhe Meli do ketë një kujtim shumë të bukur. Nga kjo unë e di që ti nuk do shterosh asnjëherë se foluri për djalin edhe për t'ia kujtuar. Me fillu me kuptu Meli. Po. Aja edhe tesh domethënë kur shef fotot e tij ose videot e këta domethënë edhe e shqetëson zoni i tij, unë. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse ka një gjithmonë, edhe është zoni që aja ka një edhe lidhja tyne është jashtë kësaj bote, domethënë është shumë më e madhe se sa. Dhe për çdo nën që ndoshta po na dëgjon sot dhe është një dhimbje e tillë, është mos të kenë frikë nga dhimbja në mënyrë absolute, sepse ajo është prova më e bukur që një njeri ka ekzistuar, dikush ka ekzistuar dhe që mes tyre ka pasur një dashuri shumë të madhe. Absolutisht. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju.